Qeveria paralajmëron dyfishim të pensionit minimal, skema dhe kategoritë që përfitojnë. Qeveria ka paralajmëruar një lajm të mirë për pensionistët dhe qytetarët shqiptar, duke premtuar dyfishimin e pensionit minimal dhe rritjen e pagës mesatare në 1.000 euro. Ky plan është pjesë e programit Shqipëria 2030 Partisë Socialiste, që synon përmirësimin e kushteve ekonomike dhe sociale në vend. Me rritjen e pensioneve dhe pagave synohet të ndihmohen mira qytetarë duke krijuar një standard më të lartë jetese, po ashtu pritet ketë ndryshime të rëndësishme në sistemin e taksave dhe investime në sektor kyç si energjia, shëndetësia dhe infrastruktura. Megjithatë, ky program synon jo vetëm rritjen ekonomike, por edhe uljen e papunësisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë shqiptarët. Socialistët në kërkim të mandatit të katërt, ofertën e tyre ekonomike do ta përqendrojnë në paga dhe pensione. Shqipëria 230 do të gjejë Shqipërinë me pension minimal 200 euro, premton Partia Socialiste, gati dyfishi atij që është sot prej 100 euro. Pension minimal konsiderohet pensioni social që e marrin të gjithë ata qytetarë që mbushin moshën 70 vjeç dhe nuk kanë plotësuar as 15 vite punë. Me reformën e re të skemës pensioneve, socialistët synojnë të risindjeshëm edhe pensionin mesatar që sot përllogaritet 175 euro. Aktualisht Shqipëria ka 721.000 pensionistë, ku mbi 604.000 janë me pensione pleqërie. Me ambicien për rritje të qëndrueshme ekonomike në afro 4% gjatë këtij 5-vjeçari, me pritshmëritë për fluks turistësh dhe investimesh, qeveria në programin e saj premton pagë mesatare 1.000 euro në vitin 2030, nga 850 euro që është aktualisht, kurse paga mesatare në sektorin publik nga 1.000 euro sot do të rritet në 1.300 euro në vitin 2030. Paralelisht me rritjen e pagës mesatare synohet kurje me 2.8% e papunësisë në vend, nga 8.8 që u mbyll viti 2024, socialistët në programin e tyre presin ulje në 6%. Të gjithë tregues përmirësuar do të sjellin rritje të fortë të ardhurave për frym, ku në programin Shqipëria 2030 planifikohet që të ardhurat për banor të shkojnë në 15.000 euro, duke u pesëfishuar krahasuar me vitin 2013 dhe duke u rritur me gati 5.000 euro krahasuar me vitin aktual, ku parashikimi është që ato të jenë 10.094 euro, një rritje me rreth 50%. Sa i takon taksave, biznesi i vogël do të vijojë të jetë i përjashtuar nga TVSH-ja dhe tatimi mbi fitimin, ndërsa ende mbetet për tu parë nëse Partia Socialiste do të mbajë premtimin e dhënë më herët për një lehtësim të tatimit mbi pagat, kryesisht te kategoria që paguan 23% në planin sektorial. Partia Socialiste vjen përpara qytetarëve me programe të dedikuara për energjinë elektrike, për ujësjellës, kanalizime dhe për skemën e rimbulsimit të ilaçeve. Tek energjia, për cilën plani është që brenda 2030-s vendi të jetë eksportues neto, fluksi do të jetë tek shtimi i parqeve fotovoltaike dhe eolitike, pra diversifikimi i mëtejshëm i burimeve. Tek uji vijon premtimi i kahershëm për furnizim 24 orë, ndërsa në shëndetësi ballafaqimi bëhet me kosto për medikamentet, ku Partia Socialiste do të bëjë një panoram sa ishin, sa janë dhe sa do të ulen çmimet e ilaçeve të rimbulsueshme. Programe të dedikuara do të ketë edhe për turizmin, bujqësinë, mbrojtjen si dhe infrastrukturën rrugore, ajrore, hekurudhore dhe detare.